vetë sepse ti e provove vetë famën të ka bezdisur, pra kjo tendenca që ka showbizi, se është një tjetër fushë e gazetarisë, janë edhe këta që bëjnë lajme për tjerët. Për jetën personale tjetër, çfarë hëngri, ku u pa, pse u pa. Shiko, un kam qenë diskret përgjithsisht, pavarësisht se ndonjëherë nuk kam mundur që t'i ruaj disa gjërat që i kanë kaluar për masat e të qenurit diskret. Por do na kujtosh ndonjë gjë tash se më bëre kurioz. Se realisht po më kujtohet ndonjë nga. Jo, nuk do të kujtoj asnjë gjë, I ka fshir kam përshtypjen. Për sa kohë thash që mua nuk më intereson jeta e të tjerëve, e kam shumë bezdi që jetën time ta vënë në tavolinë edhe të merren të tjerët me jetën time. Doja të thoja këtë, që më duket shumë habi që ti të jesh interesuar për jetën ku dëgjon, më thuaj një këngëtari tani. Njëjtë më duket edhe mua habi, besoj siç i duket edhe Gonit edhe shumë. Më duket shumë habi të vesh ta përqafosh, pavarësisht se ai mund të jetë njeriu që ty të bën për vete me artin e vet. Shiko, ky ka qenë harrova tani, një futbollist I cili thoshte më duket çudi thoshte që më do të rokasin sa herë që bëj gol, se unë detyrën bëj. Pra ta ndajmë atë që është futbollisti në fushë dhe përtej fushës. Ta ndajmë atë që çfarë është artisti në studio apo në skenë, në një koncert përtej skenës. Përtej skenës ne jemi njerëz si gjithë tjerë. Kemi hallet tona, problemet tona. Jo më larg se sot. Ushqehemi, vishemi, si jam shumë dakord. Jam parimisht dakord, po jo kategorikisht. E di pse, sepse ka drama që njeriu kalon në jetë dhe po themi gjithë procesi I reflektimit përbën ndonjëherë tharmin e artit tënd, në mënyrën se po të artit, sepse ti ke bërë një këngë ashtu si ke bërë jo ndryshe. Po jo të njeriut. Sepse ti ke bërë atë zgjedhje për të qëndruar te arti cilësor dhe nuk ju dhe po themi tregut. Shiko, ky nocioni idhull apo VIP ka marrë një hovë shumë të fortë me më thuaja simbolin e bukurisë amerikane. Marilyn Monroe. Me këtë filloi kjo dashuria apo të kthyrit në idhuj të VIP-ave, të njerëzve të rëndësishëm nga bota e artit. Nuk ka qenë kështu. Për mos thënë pastaj që në mesjet artistët kanë qenë thjesht zbavitës, performues përpara mbretit apo miqve të tij në oborrin mbretëror. Pra ka ardhur një kohë ku u komercializua dhe u mitizua figura e këngëtarit, e artistit e tjera. Mua për mendimin tim I jepet më shumë se ç'duhet. Unë jam dakord ta shijoj me artin e tij, por si njeri ta lëm dhe tek njerëzorja. Beatles, paktën John Lennoni kanë qenë edhe aktivist të drejtave të njeriut dhe nuk mund të kuptohet dot arti I tyre edhe pak të pjesë. Kjo është pjesa njerëzore, nuk ka ndodhur me të gjithë, nuk ka të bëjë me artin e tij. Është njësoj se mos themi që Bill Gates është filantropist, po nuk mund futemi tek detajet çfarë bëri në krevat me gruan, se kjo është e tepërt dhe ndodh. Ma kapët thelbin e bisedës pra. Ne vim në studio këtu. Dhe vim në studio këtu dhe ndezim dritën. Po. Është shumë e rëndësishme kjo drita apo jo? Se shikojmë njëri tjetrin. Patjetër. E diti që unë të garantoj që 90% e rinisë mbase botrore, po do thosha shqiptare, nuk e di kush e ka shpikur llampën. Ju të dy e dini për shembull? Po besoj, Edisoni duhet të jetë. Po, ju e dini. Unë garantoj që shumica nuk e di. Ose Alexander Belli. Nuk besoj, me këto informacione janë bazike. Bazike? Okej. Unë mendoj pjesë e jetës. Për mendimin tim, unë nuk do vlerësoja më shumë një shkencëtar I cili I sjell njerëzimit benefite nga ato që edhe mund të ndodher, jo, se nuk dua të dalë dhe them që s'ka njerëz se din kush e shpiku dritën, se më kujtua një kronikë para ca kohëve kur pyeteshin ca student të fushave të mjekësisë çfarë është HIV dhe pjesa më e madhe nuk e dinin çfarë. Nuk e dini, po e kam parë unë këtë. Më kujtua kjo si një mënyrë për të reflektuar edhe për të. Kështu që ndonjëherë kam bërë habi, se këto janë pyetje që unë I bëj me veten, nuk domethënë të tjerët kanë mendimet e tyre, mbase habiten me këto mendime, thonë çfarë po thot ky. Por unë kam menduar që një shkencëtar duhet të ketë pse di përqafimin nga ana e njerëzimit më shumë se çka ka një artist, duardokitjen më shumë se çka ka një artist. Pse? Se e ndryshon njerëzimin me shpikjet e tij. E bën më të mirë jetën.
Ndërkohë që një artist ofron një kënaqësi shpirtërore, edhe pse arti, muzika është gjëja që përqafohet më shpejt dhe kuptohet më shpejt nga ana shpirtërore. Prap mund përballesh. Unë mendoj që edhe një artist e ndryshon njerëzimin. Ama të jetë artist. Janë zgjedhje. Kam përshtypjen janë zgjedhje, idhuj, figura që të ndikojnë jetën, por jam plotësisht shumë dakord tek ajo që themi që ne nuk kapse të na interesoj përpos artit jeta personale e këtij njeriu dhe jo më larg se sa sot, po mendoja, duke vendosur edhe veten në vendin e gjithë atyre që përballen ditë pas dite me komente negative, dhe pse me ne nuk ndodh shpesh se jemi të mirë. Kush na shan na kaj. Prandaj po përpiqem të bëjmë çik më negatив. Dhe po mendoja mënyrën se si ata që kanë atë telefonin në dorë, na shohin ne që jemi në ato video, sigurt jemi robot, njerëz pa emocionalitet, pa përjetime, tërësisht kështu të pandjeshëm, dhe ti nuk patjetër bën disa pakte në momentin që zgjedh ti je një figurë publike, po jo deri aty, jo deri tek limiti. Ti nuk zgjedh ti je figurë publike. Vin bashkë me. Po jo, ti zgjedh të këndosh. Okej. Njerëzit pastaj të veçojnë nga të tjerët dhe me dorëdokitet që t'i japin, me dashurinë që t'i japin. Dashurinë është e kushtozuar dhe dashuria, sepse duhet të bësh atë që duan njerëzit të duan, se po s'bëre atë që duan më. Dëgjoj se kam përshtypjen që kjo pjesa e thashë themnaje, se showbizit për jetën private deri në detaje komplet pa rëndësishme me artin e artistëve, vjen dhe pak si pasojë dëshirës tyre për të qenë qendër të vëmendjes. Pra, dikush që do të jetë strikt privat në jetën e vet, nuk mendoj që i del. Prandaj thash që mendimet janë të ndryshme. Pra, një këngëtar tjetër mendon shumë herë më ndryshe nga unë. Ka lidhje dashurie, po them showbizi për të shkëlqyer me drita me xixa, kam fejesa me kontrate ku diun gjëra të kësaj natyre. Unë mbaj mend edhe në kohën time. Pra, po të duash ti kur këndoja. Nuk të hyn gazetarët. Ja ta gjejmë një çik. Kur këndoja, mbaj mend që kishte nga këto koleget, vajza, të cilat u dërgonin mesazhe gazetarëve. Hajde se jam në filan vend, më fotografo. Dhe bëj lajm. Urdhë. Dhe kishte shumë nga këto. Ajo kishte shkuar te parukierja me gjasa. Dhe thoshin paparaci. Se ku ishin këta paparacët? Ndodhin ka njerëz që kanë nevojë për konfirmim, në kuptimin që të lutem, jam dhe unë këtu, më shikoni, këndoj dhe unë, jam dhe unë seksi, më shikoni, ja kam bërë dhe unë këto operacionet, kam bërë unë këtë ndryshimin, më shikoni, vuajnë nga kjo mania për të dalë, për të dukur. Ajo është strategjia e tyre marketingut. Po mirë, marketing, po ti si e produkt, më je njëri. Po kur vendos ta trajtosh veten si produkt. Okej, në rregull. Nuk besoj që. Dakor. Kthehemi pak tek vitet 2000. Sfida më e madhe për te gjithçka që diskutuam deri më tani? Sfida? Në muzikë, po. Në ç'kuptim sfida? Diçka e cila të ka mbetur në memori si një moment që ka qenë pak më i vështirë se të tjerët për t'u kapërcyer. Në fushën e muzikës patjetër. Në fushën e muzikës. Unë sfidë do të quaja të kënduarit e këngëve që unë s'kam dashur t'i këndoj. Një prej tyre është? Një prej tyre Leila. Leila është ajo me një gomarka, gjë tjetër. Ka qenë një celulari që unë kam bërë dhe debat në studio për mos ta kënduar. Do ta këndosh, më thanë, ndryshe do prishim kontratën. Kanë qenë shumë këngë që unë nuk kam dashur t'i këndoj. Domethënë këngë të cilat ideoheshin për tregun. I duan njerëzit. Kështu thoshin dhe ne i këndonim. Nuk e di, sot a ndodh kjo gjë, unë jam shkëputur, kam 15 vjet. Nuk e di, a ndodh, a detyrohen më nga apo s'kam më shtëpi diskografike mbase, janë forma tjera të shiturit të produktit sot këngës. Jo YouTube, Spotify, etj. Janë mënyra tjera. Në atë kohë ne kishim kasetën, kishim CD-n që sot mbase jam fshirë, nuk njifen fare. Njifen më kasetat dhe CD-t apo jo? Kam përshtypjen, jo. Jo, nuk njifen. I ruan kasetat? Jo, nuk jam nostalgjik fare. Madje habitem në njëherë kur në një kushurira ime, nëna ose dikush tjetër thotë, shiko, të CD-n tënde e kam mbajtur tu, sille se nuk e kam as vet. Jo, nuk jam tipur nostalgjiku. Nuk të mendoja, kështu nuk e di pse. Jo, s'jam, fare, absolutisht. Madje këtë e kam edhe me njerëzit. Më vjen shumë keq që më ndodh kjo gjë, po ne mund të jemi të dashur shumë të mirë, të shkojmë bukur 2, 3, 4, 5 vjet, vjen momenti që nuk shkojmë më me njëri tjetrin, unë t'i jap dorën, të harroj.
Ke dëgjuar baladat i prandaj gatron. Me shumë Po gjasa. po. Jo, të harroj. Jo, ti mos i Arioni do të thosh I ku duash. bëj ç'të duash me jetën tënde. Po ky është artisti profesionist. Ky është artisti profesionist. Me jetën tënde. Kënga më e suksesshme dhe ajo që ti e ke shijuar më shumë. Unë kam kënduar në 2001 një këngë në festival me një tekst të Demir Gjergjit, me muzikë Në festival në RTS. në RTSH, me muzikë të Adrian Ilës, titulloj Vere Largët. Një këngë që unë e kam dashur shumë, e dua si këngë, ajo u këndua edhe në një festival ballkanik të paqes, u quajt në Ohër, ku ishin shumë këngëtarë nga gjithë Ballkani, dhe atje u nderova me një çmim. U këndua edhe në Polifest në Kosovë, dhe aty u pëlqeu jashtëzakonisht shumë, madje në radio televizioni 21 ngeli në vend të parë për shumë javë në Hit Parade, dhe për mua ishte një nder i madh sepse në atë Hit Parade ishte Adelina Ismail, ishte ishte Leonora Jakupi, ishte Sabri Fezullau, dhe kur e kam marrë vesh këtë gjë jam lumturuar, domethënë, sepse Kosova ishte një treg dinjitoz në atë kohë, Kosova gjithmonë ka ndryshuar nga ne, ka patur një kulturë tjetër, të paktën në mënyrën se si e kanë bërë këngën, muzikën, artin e tyre, pak të ndikuar nga federata, nga ish Jugoslavia, sepse të themi të drejtën, ish Jugoslavia ka pat muzikantë dhe instrumentistë nga më të mirët në botë, kështu që ata dinin se nga vinin. Ndryshe nga në Shqipëri që u hallakatën pak, duke menduar që hajde bëjmë muzikë latine, disa të tjerë merrnin nga muzika greke huazonin, disa nga muzika turke, ca nga muzika arabe, dhe çuditërisht këtu përqafohej çdo gjë, ishte për t'u habitur. Nuk ishte një blokad, në kuptimin që shiko, këtë mos na e sillni këtë lloj muzike. Nuk u bë kjo blokadë. Po jemi mikpritës. A mendon që ne kemi kultivuar deri në një farmase, deri në farpike në një muzikë tonën, po them autentike të lehtë gjithmonë. Ose dhe folk, ku di unë tash, se di, ë? Jo, nuk besoj. Tek folklori po, tek muzika e lehtë, jo, nuk besoj. Nuk besoj. Nuk e kemi kultivuar deri në nuk është dikush që spikat që unë do të thosha për shembull si këngëtar, një nga këngëtarët që ka lënë më shumë hite dhe vazhdon të jetë aktiv është Sandro Gjoka. Domethënë atë e veçoj nga të tjerët, por nuk është se kemi ndonjë tjetër i cili ka vënë disa bazamente, disa baza në muzikën e lehtë shqiptare, të cilat do të jetojnë gjatë. Deri tani jo të paktën. Kështu mendoj unë. Vërtet? Kështu mendoj unë. Okej. Po, unë do me thënë si një... Po, patjetër. Si një 50 vjeçare, kupton? Jo, isha duke menduar tani për emra... Jo, për shembull, mund t'i thuash, mund t'i sugjerosh, për shembull? Për fakt vështirë të gjesh. Aurela Gaçe. Okej, po. Alban Skënderaj kur koha. Aurelen e kam parë të luaj bukur artistikisht nga muzika e lehtë tek folklorike. Frederik Ndoci. Dhe këtë e ka vënë gjithmonë në dispozicion të asaj që ka menduar që në këtë vend vetëm kështu mund të krijosh baza të mira ekonomike, po edhe mund t'i bësh njerëzit të duan. Mendoj unë që ajo e ka menduar këtë gjë. Frederik Ndoci, sepse ka shumë këngëtarë të muzikës lehtë, të cilët nuk e dia din njerëzit apo jo, dëgjuesit. Plus këngëve që këndojnë, këngëve tyre të lehta, kanë bërë një kolazh me këngë popullore në studio dhe këtë e vendosin sa herë që ftohen në diasporë. E kanë gati, sepse e din shumë mirë që shqiptarëve kudo të vesh tu këndosh, përjashto Alban Skënderin që po kultivon një kulturë tjetër. Po, është I cili vetëm në koncert këndon këngët e tij dhe kaq, të tjerët këndojnë këngët e tyre, po janë të detyruar të këndojnë muzikë popullore për të ngritur atmosferën, për të fituar ndonjë lekë etj. Më kujtohen ato meme tipike me asnjëri që nuk lëviz në momentin që keca këngë aty. Po. Dhe pastaj fillon valli Altropojës, janë gjithë. Hopa. Është ahengu. Një popull që fli ahengu. Është kjo që ndodhi me mua pra, që thash në fillim të viteve 2008, 2009, 2010, unë ndryshova totalisht mënyrën se si e shikoja muzikën që bëra balada dhe nuk mora më atë mbështetje nga masa, nga publiku. Si të shihnin ty njerëzit kur këndoje këto këngët që i donte tregu dhe si të shihnin më tej kur bëre muzikën që gjeje veten. Po, shiko, unë nuk para çfarë imazhi kishin krijuar. Nuk pata shumë kohë ta bëja këtë analizë, sepse ty të vjen si artist një lloj zhgënjimi, nuk merr më atë mbështetje që. Se ka ca artistë që tashmë i kanë mbetur nami si artist komik, pra këngëtar që bëjnë këngë komike, edhe pse mund të jenë shumë talentuar.
Edhe kur vin pastaj me diçka më serioze, më balad, një këngë që ka më shumë vlera, thjesht ose mund të habiten ose mund të Po është ky ekuacioni që në dikush e ka kaluar mbi supet e veta si eksperiencë i ka dhënë zgjidhje. Domethënë si qëndron e gjitha kjo marrëdhënie midis publikut dhe këngëtarit, artistit. Do thuhet përgjithsisht në për skena, ju dua shumë nga këngëtari dhe publiku nga ana tjetër, të duam edhe ne. E gjithë kjo është një marrëdhënie interesash dhe kushtëzuar. Sepse në rast se ky këngëtar nuk do bënte më muzikën që duan njerëzit të dëgjojnë, ata nuk do duan më. Pra, ju më doni për sa kohë unë bëj atë që doni ju. E thjesht. Okay. E thjesht. Marrëdhënia e qartë. E kuptueshme apo? Shumë e kuptueshme. Fatkeqësisht shumë e kuptueshme. Madje. Dhe keqja është që publiku vendos këto. Ka dhe sjellje të tilla, nuk ndodh vetëm në Shqipëri, ëh. Ka dhe sjellje të tilla. Për shembull, mbaj mend me Amy Winehouse, më duket, nuk e mbaj mend mirë tani, të jem i sinqert, me një këngëtar i cili kishte shitur biletat, një numër të madh biletash, dhe nuk e bëri koncertin sepse u përkeqësua nga pija që kishte pirë një natë më përpara. Nuk është se e mirë kuptuan, se kur e do ti kë mirë kuptoje. Pra shkon mbaj kokën kur t'jetë keq, jepi një aspirin ose mblidhuni të gjithë si publik. Se thjesht thuaj bëhu mirë. Bëhu mirë të keqen se ne do vim prapë te koncerti tjetër, nuk i duam as këto lekët, jo. Të gjithë kërkuan lekët pas. E pra kjo është një dashuri e kushtuzuar, e drejtë, po shumë e drejtë. Leximi besoj është një nga gjërat preferuara. Po. Në këto kohë, të jemi sinqert, domethënë këto kohë, kam që nga vera që nuk kam lexuar, nuk kam kapur libër me dorë. Kështu që unë them se jo të sjellim disa sugjerime nga leximtari, siç do të mërkur këtu në Kinotekën. Okej.